Gjermania ka dhënë reagimet e saj më të drejtë për drejtë ndaj presionit të Donald Trump për arritjen e një marrëveshje paqe mes Rusisë dhe Ukrainës, një plan i cili sipas shumë shkuesve nuk i shkon plotësisht në favor Kievit. Ministri i jashtëm gjerman Johann Wedful deklaroi se Berlini mbështet çdo përpjekje për t'i dhënë fund konfliktit, por vetëm nëse ajo garanton një paqe të qëndrueshme dhe të drejtë. Wedful pranoi se mund të jemi në prag të një armpushimi, por theksoi se një marrëveshje e shpejtë pa garanci të forta sigurie do të ishte papranueshme për Gjermaninë dhe partnerët e saj europian. Ai i vuri në duke se deri tani plani amerikan përshkruan garancitë e sigurisë në mënyrë të paqartë, ndërsa për Europën këto garanci janë thelbësore për stabilitetin afatgjatë të kontinentit. Shefi i diplomacisë gjermane kujtoi se Rusia e nisi luftën, vazhdon të refuzojë një armpushim dhe pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare shkel ligjin ndërkombëtar duke qelluar çdo ditë. Ai paralajmëroi se Rusia po kryen grumbullime të mëdha ushtarake dhe se ekziston rrezikun real që ajo të rikthehet me ofensivën sapo një marrëveshje e brish të hyjë në fuqi. Sipas Wedful, disa prej pikave të planit amerikan vlerësohet të ndryshe nga këndvështrimi evropian dhe duhet të rishikohen. Megjithatë, ministri gjerman theksoi se vendimi përfundimtar mbetet sovraniteti i Ukrainës. Në fund të fundit, Ukraina është ajo që vendos çfarë nënshkruan dhe çfarë jo, u shpreh ai.